Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër ka nisur dhe po vjon një ndërhyrje të rëndësishme për stabilizimin dhe mbrojtjen e një segmenti të rrezikuar të lumit Kirr në zonën e Kuçit pranë shfushës së Druve. Punimet konsistojnë në sistemimin e bregut të lumit, veshjen e skarpatës me gur masiv përgjatë një gjatësie prej 380 metrash linar, si dhe ndërtimin e 13 paneleve tërthore mbrojtëse të projektuara për të frenuar gërryerjet dhe për të garantuar qëndrueshmëri afatgjatë. Vijojnë ndërhyrjet në lumin Kirr në zonën e Kuçit për ndalimin e gërryerjeve dhe rritjen e sigurisë për banorët e zonës. Punimet janë fokusuar në sistemimin e bregut të lumit, po ashtu edhe në veshjen e skarpatës me gur masiv me një gjatësi prej 380 metrash, si dhe ndërtimin e 13 paneleve mbrojtëse. Ky investim synon të parandelojë dëmet e shkaktuara nga erozioni i vazhdueshëm i lumit, duke rikthyer sigurinë për banesat dhe tokat bujqësore të zonës, të cilat prej vitesh janë përballur me rrezik serioz. Autoritetet bëjnë me dije se ndërhyrja është në funksion të drejtpërdrejtë të banorëve dhe pronave të tyre, duke kontribuar gjithashtu në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës dhe në përmirësimin e infrastrukturës mbrojtëse nga përmbytjet.